Paketa e maleve është pikërisht në thelb kjo gjë, nuk është për ata të cilët e kanë tokën, për ata të cilët për një arsye në zonat caktuar nuk e kanë marrë dot tapin, sepse nuk qifet 7.501, non e kanë refuzuar 7.501 ose këtu ose aty, për ata që kanë një rënoj, edhe ma jep mundësin ta investoj, ta hap derën, të ndes o gjakun e gjyshit, edhe të filloj të bëj një jetë timen këtu. Do jetë fantasike. Edhe gjithë kjo histori e re e agroturizmit ka treguar që kjo është histori suksesi, sepse ti çfarë do bëje ti ndryshe, nëse ti do rrije atje në zonën tënde, çfarë do merresh? Do merresh me çfarë? Do bëje bujqësi. Pa infrastrukturë, pa gjë, pa toga. Do bëje çfarë? Do bëje blegtori. Të gjitha këto bashk treguan që çfarë të jep në fund muajit toka e gjyshit, edhe sikur të jetë në Firfistun, me një projekt bukur agroturizmi, nuk ta jep as puna në migracion, as puna në qytet, as i gjë tjetër, se do punosh për tjerët. Aty do punosh për veten tënde. Dhe paketa ka mbështetje për 500 parët që do marrin lejet 10 vjet pas i taks. Zero. Vetëm sigurime shoqërore, sigurime shëndetësore, se ato normalisht tash pensionit tjerëve.